ne i transmetojmë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithi i cili është në Sahih Muslim. Në Sahih Muslim do të vinë pas meje udhëheqës, që nuk do të udhëzohen me udhëzimin tim dhe nuk do të ndjekin sunetin tim. Kanë fjalë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk do të ndjekin sunetin tim. Do të ketë në mesin e tyre burra me zemra të shejtanave në trupat e njerëzve. Thash Hudhaifa, kultu. Kush është tu? Hudhaifa radiallahu anhu. Se Hudhaifa radiallahu anhu, i cili është eduku në medrezen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e jo në medrezen e Sejt Kutubit edhe Hasan el Bennas. Thot Hudhaifa radiallahu anhu, çfarë të bëj o i dërguari i Allahut nëse përjetoj atë kohë? Do thonë të veproj sipas argumenteve, jo sipas emocioneve dhe epsheve dhe ëndjeve dhe interesave të mia private, por çka të veproj nëse e mri unë atë kohë. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet nga epshi i tij, por e ka shpallje. I thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, dëgjoje dhe bindju udhëheqësit, edhe nëse të reh shpinën dhe ta merr pasurin, pra dëgjo dhe bindju, pra përforcim. Në fillim pra, i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, dëgjoje dhe bindju udhëheqësit, pastaj në fund prapja përforcon edhe një herë çështjen e dëgjimit dhe bindjes ndaj pushtetarit. Po ashtu, hadithi që e transmeton Ibn Omeri, i cili është në Bukhari dhe Muslim, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, muslimani është i detyruar. Këtë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk e ka thënë Sheh Rabia, nuk e kanë thënë Rabiovcat, e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muslimani është i detyruar të dëgjoj dhe t'i bindet udhëheqësit në atë që e do dhe në atë që e urren, në atë që i pëlqen dhe në atë që nuk i pëlqen, përveç kur udhëheqësi, kur urdhërohet për mëkate. E nëse urdhërohet për mëkat, atëherë nuk ka dëgjim dhe as bindje. Po ashtu, se ai i kishte cilësu selefit, njerëzit e sunnetit, se janë vegël të pushtetarëve dhe të regjimeve e kështu me radhë. Këto hadithe, ne kemi hadithe, ju keni rrugën e Sejt Kutubit. Tash ata që kërkojnë të vërtetën, nuk flasim këtu domethënë për bidatçit që u ka hy bidatin çdo nyje të trupit. Nuk flasim për ata që kërkojnë të vërtetën dhe synojnë takimin me Allahun subhanahu wa taala dhe ahiretin. Këta janë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash vendosni ju, a do ndiqni Sadullah Bajramin dhe të gjitha ata që janë në rrugën e Sadullah Bajramit, ose do ndiqni rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij.